Komisioni Shtetëror Zgjedhor edhe zyrtarisht e ka shpallur të mbyllur listën zgjedhore për zgjedhjet lokale që pritet të mbahen më 19 tetor të këtij viti, në të cilat qytetarët do të zgjedhin këshilltarët komunal dhe kryetar komunash. Sipas kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në këto zgjedhje lokale të drejtë vote kanë 1.832.415 persona. Numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në listën zgjedhore në RMV për zgjedhjet lokale është 1.832.415 votues, nga këto në regjistrin e posaçëm të KSZ-s. Për persona që janë me angazhime të përkohshme ose qendrim të përkohshëm jashtë vendit, janë regjistruar 112.000 votues, 2.162 janë në vuajtje dënimi ose paraburgim, ndërsa 450 janë nga institucionet e kujdesit për të moshuarit. KSZ informoi se në vend janë të përcaktuara 3.480 vendvotime, por në 132 prej tyre janë regjistruar më pak se 10 votues, të cilët do të votojnë në vendvotimet më të afërta. Komisionet komunale janë të obliguara të njoftojnë votuesit për këto ndryshime. Në mbledhje, gjithashtu u bë e ditur se deri më tani në KSZ janë paraqitur 4 kërkesa për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe atë nga Qendra për Zhvillim, Reforma dhe Trajnime për Sisteme Zgjedhore, Gjeorgji, Ambasada e Republikës së Slovakisë në vend, Komisioni Qendror Zgjedhor i Ukrainës dhe Shoqata Instituti për Hulumtime dhe Analizë Politike, Romalitico Shkup. Lista zgjedhore ka qenë e hapur rreth një muaj dhe qytetarët kanë mundur të kontrollojnë nëse janë ose jo të regjistruar dhe kanë mundur të bëjnë edhe azhurim të dhënave personale nëse eventualisht tek të dhënat e tyre ka pasur gabime dhe lëshime. Rrethi i parë i zgjedhjeve lokale pritet të mbahet më 19 tetor të këtij viti, ndërkaq 2 javë më pas pritet të zhvillohet edhe rrethi i dytë i të njëjtave në komunat në të cilat kryetari nuk do të mund të zgjidhet në rrethin e parë.